Domethënë shifshe një stadium 4000 veta që ishin vetëm shqiptarë që kishin hyrë 2 orë përpara. Shqipëri-Kolumbi. Për të zonë vendin, Shqipëri-Portugali. Shqipëri-Portugali. Dhe aty të kap masaneja i siklete që thua po buç mu dash i erdha, se ja po dalim keq, hajde merru tash me ta, kupton? Presioni për rritet përgjegjësia, rritet gjithë ato. Qëllo, ne ishim përgatitur goxha mirë të drejtën për këtë turne, pavarësisht se ishte hera parë që ne po merrshim pjesë në një turne kaq madhor. Dhe ndoshta mungesa eksperiencës, ajo mosdije shumë gjonave, ato hilet që nuk i dishim në atë kohë, ishim shumë drejt, domethënë do me lujt. Dhe deri në minutë fundit 0-0 me Portugalin, patëm rast të shtyll dhe prit portieri shumë i mirë. 2 pjesë nga 20 minuta. 2 pjesë nga 20 minuta. Del topi jashtë ka out? Ka out, po. Auti gjuhet me këmbë, domethënë nuk është me dorë. Edhe godit e këndi ka. Godit e këndi. Penaltia si bëhet? Penaltia është 20 sekonda nga mesi fushës deri ke portieri, si në Amerikë atëherë. Që nuk del do të jashtë zona portieri. Kush është trakorni i penaltisë? Jo, se atë se ka. E mamet trakorni penaltisë. Penaltia nga porta në porta. Aty më kjo është lezeti, aty si mamendi. Kjo është lezeti. Këtu është lezeti. Lezeti, si mamendi. Shumë bukur me gorin penalti. A penaltia po ishte detaj, ishte me top 20 sekonda, 20 sekondë do të rresh portierin, ta ose ta gjush të bësh gol. Doli topi jashtë, marroi, bën portieri faull. Si është ai kurioz jam të di si është terreni? Ku në çfarë terren luhet? Artificial. Baj artificial. Artificial. Baj artificial. Nuk luhet tartan. Jo, artificial. Okej. Pastaj është fushë rregull, mund thjesht beach soccer tjetër. Okej. Beach soccer plazh ekstraordinare. Doli në 1-0 në sekond fundit.